Sot megjithatë kemi pas një zhvillim të ri, të cilin unë po e presja në fakt, që lëvizja vetë vendosë qoftë përmes kryetarit të këtij subjekti ose të zotit vetë Konjufsa, të kemi deklaratë të cilën japin shenja që tërhiqen nga kandidaturat e tanishme për të hapur rrugë të sinqert, po e quaj unë, zgjidhjes së presidentit ose presidentes tretë. Prandaj zoti Konjufsa sot e tha në mënyrë eksplicite që në momentin që ofrohen emra, unë tërhiqem nga gara, dhe ky është lajm i mirë dhe ky është lajm premtues që realisht unë besoj që do të ketë lëvizje. Besimin tim e bazoj edhe në një fakt tjetër, atë që realisht një cikël i ri zgjedhor nuk do të prodhon të zgjidhje. Jam shumë i sigurt që do të komplikonte edhe më shumë situatën, sepse në asnjë rrethon nuk pritet ndryshim shumë i madh i skenës politike. Në fakt mund të ketë rrëmje të interesimit të qytetarëve për të dalë në zgjedhje, por me që kemi një lëvizje vetëvendosje e cila është në frymën e saj dhe ka strukturë më të organizuar në terren, prapë se prapë mund del fituese pa kontestueshme dhe pa të cilën nuk mund të bëhet presidenti ose presidenti i ri. Këtu kam parasysh numrin e ulëseve në Parlamentin e Kosovës që do të fitonte edhe në zgjedhjet e ardhshme. Mirë, por çfarë do të kishim një polarizim edhe më të skajshëm të shoqërisë tonë dhe të skenës politike, sepse tashmë nuk kanë argumentet ose nuk ka një narrativ tjetër për dalë para votuesve përveç se me fy dhe me shajt atë që dim fatkeqësisht me bë skena politike bukur mirë të në Ballkanin tonë ku jetojmë ne. Prandaj nuk shoh zgjidhje premtuese nga një parë zgjedhje tjera, e unë besoj që juve shumë, po këto e shohin edhe subjektet politike.